jam, ose sapo kam arritur në Republikën e Qipros, ose atë që quhet Qipro e Veriut, Qipro turke i themi ne në Shqip. Temperatura është 31 gradë, duhet përvëlohesh edhe me bluzën time të hollë, natyrisht unë vija nga shiu i Tiranës. Republika e Qipros, ose Republika e Qipros së Veriut, është mjaft interesante. Shiheni përballë monumentin e Mustafa Qemalit, pra themeluesit Turqisë moderne, si dhe 2 flamujt, atë turk dhe një tjetër të Republikës së Qipros. Është një vend i cili funksionon si shtet i pavarur që prej vitit 1974, kur në atë kohë trupat turke që kishin dalë garante për pavarësinë e Qipros nga Britania e Madhe vendosën të ndërhyjnë, kur një grup nacionalistësh grek tentuan të bëjnë një gru shteti për ta bashkuar Qipron me Greqinë. Që nga ajo kohë Qipro vijon të jetë e ndarë me pjesën e Veriut që kontrollohet nga ushtria turke dhe pjesën e jugut që është Qipro, antar i Bashkimit Evropian. Tentativat për të bashkuar 2 Qiprot kanë dështuar dhe sot Qipro e Veriut është një republikë që nuk njihet nga askush përveç Turqisë. Qipro tjetër është antar e Bashkimit Evropian, popullata është rreth 1.2 milion banor dhe ende qipriotët nuk e kanë gjetur dot mundësinë e tyre të bashkimit.